Në përpjekje për të pasur një ngjyrë tërheqëse për sezonin e verës, shumë të rinj zgjedhin të frekuentojnë kabinat e solarëve përpara pushimeve në plazh apo në pishina. Por ndërsa kjo është kthyer në një trend të zakonshëm në fillimin e verës, mjekët dermatolog paralajmërojnë se rreziku për shëndetin është i lartë. Dermatologja Monika Fida paralajmëron se përdorimi i solarëve ekspozon lëkurën ndaj niveleve shumë të larta të rrezeve ultraviolet. Sipas saj, kjo jo vetëm përjashton plagjen e lëkurës, por rrit ndjeshëm edhe rrezikun për sëmundje serioze si kanceri i lëkurës. Kjo është një veprim shumë i gabuar, i cili pasohet jo vetëm me mundësinë më të lartë për të shfaqur kancerin e lëkurës, por dhe mundësinë më të lartë për të realizuar një degenerim të fibrave të kolagenit dhe elastinës dhe një plakje të parakoshme të lëkurës ndër vite. Mjekët këshillojnë shmangjen e solarëve dhe zgjedhjen alternative të sigurt për një ngjyrë të shëndetshme gjatë verës.